Punimet në segmentin e tretë të projektit të rëndësishëm Lungomare 3, pjesë e shëndetore zbrëgëtare të Vlorës, janë ndërprer prej disa ditësh, ndërsa kompania zbatuese ka ulur ndjeshëm ritmet e punës, pa dhënë një shpjegim zyrtar. Pezullimi i punimeve vjen në një kohë kur sezoni i ri turistik vjen shpejt, çka e bën edhe më urgjente përfundimin e investimit. Nga pamjet e filmuara këtë të martë nga televizioni 6+ nga Vlora, duke qartë se përgjatë gjithë gjatësisë së shëndetores, si në zonën e dedikuar për kombësorët, ashtu edhe përgjatë vijës zbrëgëtare, nuk po kryet asnjë lloj veprimtarie ndërtimi. Makineritë ishin të fikura dhe kantieri pothuajse i boshatisur. Të vetmit që dukeshin në punë këtë të martë ishin 2 punonjës, të cilët po vendosin elementët sinjalistik në korsinë e dedikuar për biçikletat, një detaj i vogël në krahasim me volumin total të projektit. Arsyet të ndërprerjes së punimeve mbeten të paqarta, nuk ka ende një informacion për këtë gjë. Megjithatë, qytetarët e Vlorës dhe bizneset përgjatë Bregdetit ndihen të shqetësuar kur shikojnë këto vonesa, pasi çdo vonesë në përfundimin e investimit ndikon drejt për drejt jo vetëm në cilësinë e sezonit turistik, por edhe në imazhin e qytetit si një destinacion në zhvillim të qëndrueshëm. Projekti Lungomare 3 konsiderohet një nga investimet më të rëndësishme infrastrukturore të viteve të fundit, i cili pritet të japë Vlorës një impuls të ri urban dhe turistik. Për këtë arsye kërkohet që punimet të rifillojnë me ritme të shpejta, në mënyrë që shëndetëtoria të jetë gati përpara nisjes së sezonit veror 2026.